Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsroom. Në këtë javë që po mbyllet, që ishte java e parafundit e fushatës për zgjedhjet e 11 majit, sondazhi i dytë i Angji Ricerke dhe ABC News tregoi një rritje të mbështetjes për Partinë Socialiste, duke e çuar atë në 51%, ndërsa Aleanca e Partisë Demokratike humbi 9 pikë krahasuar me një javë më parë. Sondazhi i dytë para zgjedhori jep Ramës rezultat historik në Fier dhe në Elbasan, kurse Aleanca Berisha-Meta humb 4 mandate. Vjetre nga sondazhi se asnjë nga partitë e reja nuk siguron asnjë deputet. Sipas sondazhit, fushatën më të mirë po e bëjnë socialistët, ndërsa Berisha, pavarësisht instruksioneve nga Laçi Vita, deli treti. Gjatë kësaj jave, sondazhi i dytë parazgjedhori ABC News dhe Angji Ricerke, kësaj radhe një kampionim migjer, i jep Edi Ramës dhe Partisë Socialiste një rezultat historik në dy qarqet më të mëdha pas Tiranës, Fier dhe Elbasan, kurse Aleanca Berisha-Meta mund të përfundojnë më keq se Luli pas Shadrës në vitin 2017. Sipas të dhënave, Partia Socialiste rikuperon në Fier mandatin e 10 të humbur në zgjedhjet e vitit 2021 dhe është shumë pranë mandatit të 11, në rast se asnjë parti e vogël nuk siguron e shumta një mandat. Partia Demokratike në këtë qark, bashkë me Ish Lëvizjen Socialiste për Integrim, bien me 5% dhe humbasin bashkë 2 mandate. Shtuar këtu, largimi Ali Beaj dhe Agron Kaplanajt lë opozitën me vetëm 5 mandate. Edhe në Elbasan, Partia Socialiste siguron mandatin e 9, ndërsa i 10 do të vendoset nga formula zgjedhore, por Partia Demokratike me Ish Lëvizjen Socialiste për Integrim, por pa Dashnor Sulën, bien me 6% dhe rrezikon të humbë 2 mandate nga viti 2021 dhe të ngjelet me 4. Një konferencë lajmëruar si e jashtëzakonshme në një ditë kur pritshmëritë e demokratëve ishin të mëdha, sidomos për një sinjal nga ndërkombëtarët, ndoshta nga Amerika. Përshëndetje, mirë se vini të gjithë. Sali Berisha the urdhrin e vet dhe foli për herë të parë për kontratën $6 milion të lobimit, duke larë duart nga vetja dhe duke ia lënë barën flamurnokës, por jo vetëm atij. Sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur, zoti Noka. Ndonë se Flamurnoka ka firmosur në emër të koalicionit Shqipëria Madhështore, një subjekt zgjedhor vetëm për këto zgjedhje. Doktori thotë se kjo kontratë nuk ka lidhje me zgjedhjet. Por a është heqja e non gratës qëllimi real i kësaj kontrate? Berisha mendon se heqja e non gratës së tij është misioni çdo shqiptari. Kanë krijuar një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruar, nuk kanë firmosur për vetën e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Por ajo që Berisha pranoi është se për Kris Laçi Vita qen ka një tjetër barë financiare që Partia Demokratike do e paguaj nga xhepi vet, një kontratë megjithatë që ai sërish refuzon ta bëjë publike. Kris Laçi Vita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër se janë në ligje janë të ndryshme. Kryesocialisti Edi Rama është i bindur se kontrata lobuese e Partisë Demokratike është një histori e errët e pasbardhur ende. Mirë, po ne s'kishim pa gjë akoma, se tani ka dalë bufi thot 77-6 milion. Në gjuhë, 77-6 milion. Edhe pastaj thot, aq bëjnë, po nuk janë të mijat. Po të kujt janë? Të patriotëve. Megjithatë, kjo është një histori më vete që është një dardhë që ka i bisht shumë të gjatë që do të dalim mbrapa, jam i sigurt për këtë. Aktivisti i shuar shqiptaro-amerikan Geri Kokalari ka hedhur dyshimet forta për kontratën $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Partinë Demokratike. Kokalari vë bast se një pjesë e madhe e këtyre fondeve nuk mund të përballohen nga një emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si elektricisti Nureddin Seci, por thotë se donatorët vijnë nga brenda familjes Berisha ose persona afër tij në Shqipëri. Pyetja është, nga po vjen realisht këto $6 milion që po përmenden nga zoti Seci dhe këta ta është quajtur patriot? Dhe kush janë ata? Ndoshta nuk do ta marrim kurrë vesh, por nëse e marrim, unë do të isha i gatshëm të vë bast se një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve vjen nga persona shumë afër Sali Berishës, ndoshta edhe nga vetë familja e tij.
Ndonse kontrata është publikuar nga mediat, sërish pikpyetjet janë të mëdha, ashtu si firma e Nokës në emër të koalicionit, dhe Kokalari fton SPAK të hetojë këtë kontratë për pastrim parash. Hetimet sipas tij duhet të shtrihen edhe tek kompania e kontraktuar amerikane e avokatit të Trump apo dhe fushatuesi Chris Lacivita. Nëse kjo rezulton e vërtet, atëherë SPAK ka për detyrë të hetojë nëse janë shkelur ligjet kundër pastrimit të parave. Dhe nëse janë shkelur, duhet përcaktohet nëse Chris Lacivita, Katie Wilds, vajza e Susie Wilds apo ndonjë person tjetër lidhur me Continental Strategy ka qenë në dijeni të burimit të fondeve dhe nëse ka ndihmuar në ndonjë mënyrë transferimin e tyre. Milionat e dollarëve të paguara me anën e lobimeve as nuk mund ta blejnë apo ta heqin non gratë e Berishës. Vendimi u përket vetëm institucioneve shtetërore dhe non grata nuk mund të hiqet apo të vihet nga lobues. Non grata vihet dhe hiqet nga institucionet shtetërore, jo nga lobues. Unë besoj se non grata nuk mund as të blihet, as të hiqet me para, pra as me milionat e dollarëve të klanit Berisha. Brozi tha se SPAK, Komisioni Qendror Zgjedhor, duhet të hetojnë sa më shpejt jo vetëm burimin e parave të kontratës $6 milion, të cilat i konsideroi para të pista që burim kanë korrupsionin, por edhe parat që Berisha ka dhënë për avokatët në Francë dhe Angli. Unë besoj se SPAK dhe institucionet ndërkombëtare duhet të hetojnë pavonesa edhe pagesat e Berishës për avokatët në Francë e në Angli, dhe pasurit e klanit Berisha në Shqipëri jashtë saj. Pra, sa më shpejt publiku shqiptar të njohë të vërtetat e panjohura akoma të miliarderit Berisha e klanit tij, aq më mirë do jetë për Shqipërinë dhe për vetë demokratët e opozitarët. 10 ditë para zgjedhjeve të 11 majit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Elbasan, Tomor Alizoti, ka lëshuar atë që mund të duket si një kërcënim direkt fizik ndaj kundërshtarëve. Një paralajmërim si ai Xhelal Mziut, po në syt Berishës, që përfundoi me grushtat e demokratit. Ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Deklarata u bën librazht, vendlindjen e Tauland Ballës, kriptoniti Sali Berishës në parlament, shpesh i akuzuar prej kreut të Partisë Demokratike si i lidhur me bandat. Tomor Alizoti nuk është i panjohur për deklaratat e tij të forta në fushat. 4 vite më parë, kur drejtonte Beratin, ai lëshoi në publik një kritik të sinqert ndaj vetes. Dilni, sepse unë jam i njëri si ju, rrokarën dhe unë. Në Elbasan të njëjtën, deklarata e tij kishte tone të tjera. Do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Mos guxoni t'ju shkoni njerëzve në përshpia natën. Mos guxoni të fusni duart ditën e zgjedhjeve. Pikërisht në mes të fushatës elektorale, ku të dyja palët në Elbasan akuzojnë njëra tjetrën për përfshirje me bandat, të premten u ekstradua nga Dubai Florent Çapja, antari një grupi kriminal në Elbasan të përfshirë në disa ngjarje të rënda në 20 vitet e fundit. Ndaj tij, gjykata e posaçme ka vendosur dënimin burg për jetë për një vrasje të 2 fish në vitin 2012 dhe ka caktuar gjithashtu masën e arrestit në burg pas dëshmisë së Nureddin Dumanit që implikon atë në një atentat të dështuar ndaj Sokol Sanxhaktarit në Elbasan. Florent Çapja u ekstradua të premte nga Dubai dhe tashmë do të përballet me drejtsinë shqiptare. 44 vjeçari rezulton si një nga anëtarët e grupit kriminal në Elbasan me emrin Çapja. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Babe Bir në Elbasan, Gentiane Nezir Beqiri, ngjarje ndodhur në nëntor të 2012-s. Mbi të rëndojnë akuzat për vrasjen rrethana cilësuese, grup kriminal, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake, si dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Gentian Beqiri u vrat teksa ishte në arresht shtëpie dhe ruaj me 2 policë në derën e shtëpisë. Ai akuzohej si autori vrasjes së Sokol Çapjes, ngjarje ndodhur në dhjetor të 2005-s, i cili dyshohej se u pagua nga fisi Çela. Më herët SPAK ka sekuestruar disa pasuri të Florent Çapes, ndërsa ai është përmendur edhe në dëshminë e Nureddin Dumanit për porositë e vrasjes së dhëndrit të ish kryebashkiakut të Elbasanit, Qazim Sejdini. Një tjetër ngjarje ku ai dyshohet si i përfshirë është dhe atentati i vitit 2006 me motiv hakmarrje ndaj Fadil Memës, ish shefi të policisë rrugore të Elbasanit, që mbeti i plagosur.
Çapja ishte arrestuar dhe hetuar si i dyshuar, por gjykata e Elbasanit e liroi për mungesë provash, ndërsa Mema mbeti e vrarë në Torino të Italisë në vitin 2015 dhe si organizator dhe porositës dyshohen anëtarë të fisit Çapja. SPAK po kryen veprime hetimore mbi veprën penale të pastrimit të parave në lidhje me kontratën e lobimit të firmosur mes Partisë Demokratike dhe një kompanie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hetuesit pritet të sekuestrojnë dokumentacionin dhe kontratën e lidhur mes kompanisë lobuese në SBA dhe Partisë Demokratike, vlera e të cilës shkon në $6 milion në harkun kohor të 2 viteve. Nga ana tjetër, në SPAK priten të thirren të gjithë personat që kanë dieni për lidhjen e kësaj kontrate, mes të cilëve dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, që ka firmosur dokumentin. Pak ditë më parë, SPAK njoftoi zyrtarisht nisjen e hetimeve pas publikimit në media të detajeve të kontratës. Sipas kësaj kontrate, thuhet se në total për 2 vite, Berisha duhet i paguajë kompanisë $6 milion, $250.000 në muaj, ndërsa garantori kontratës rezulton shqiptaro-amerikani Nureddin Seci me origjinë nga Tropoja. Kontratën e ka firmosur sekretari i përgjithshëm i PD Flamur Noka dhe ish këshilltari i presidentit Trump, Carlo Trujillo, në cilësinë e presidentit të kompanisë lobuese Continental Strategy. Në kontratë emigranti 72 vjeçar, elektricisto alpinisti Nureddin Seci dhe fondacioni krijuar prej tij, Make Albania Great Again, janë zotuar të paguajnë kompaninë Continental Strategy $250.000 në muaj dhe $6 milion deri në vitin 2027. Në prokurorinë e posaçme kanë mbritur materialet për konfliktin fizik të ndodhur pak ditë më parë gjatë një aktiviteti elektoral në Dibër, ku i përfshi rezulton deputeti demokrat Xhelal Mëziu, bashkë me nipin e tij teksa dhunuan zyrtarin e njësisë administrative të Ostrenit, Kalosh Murën. Policia referoi ngjarjen për veprën penale të dhunimit në zgjedhje të kryer në bashkëpunim, ndërsa SPAK po kryen veprime për të vendosur nëse do të regjistrojë këtë kallëzim penal apo do të transferojë atë në prokurorinë e Dibrës. Deri më tani prokuroria thotë se po verifikon pamjet filmike të incidentit. Megjithatë, materiali filmik tregon qartë se viktimë e sulmit ka mbetur zyrtari lokal i bashkisë, që është sulmuar nga deputeti demokrat Mëziu dhe nipi i tij. Përveç materialit policor, në prokurori ka depozituar kallëzim edhe deputeti demokrat, që pretendon se është ai personi dëmtuar, ndërsa kallëzim në prokurori ka dërguar edhe një qytetar, që pretendon se është dhunuar nga Mëziu gjatë incidentit. Veprimet hetimore po kryen nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj, i cili është caktuar në qarkun Dibër për të hetuar krime zgjedhore apo për të monitoruar këtë zonë ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa në ditën në vijim pritet që Gokaj të marrë në shqyrtim 3 kallëzimet dhe më pas të kryejë veprime si dhe të thërras personat e përfshirë apo që ishin prezent në vendngjarje në cilësinë e personave që kanë dieni. Incidenti u shënua në 24 prill pas një takimi elektoral të zhvilluar nga Partia Demokratike në fshatin Ostren. Seanca paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizani, ku i përfshirë është ish-kryeministri Sali Berisha dhe ëndërtia Mabro Maltezi dhe 3 persona të tjerë, vijon të zvaritet pasi avokatët e të pandehurve kërkuan përjashtim të gjyqtares Floera Davidi. Të njëjtën gjyqtarja paraprake caktoi datën 5 maj si seancë e radhës dhe ende nuk dihet nëse do të ketë vendimarrje mbi kërkesën e SPAK për nisjen e procesit gjyqësor. 7 vite nga vrasja e të riut Antonio Karafili në Voskopoj të Korçës, prokuroria ka arritur të identifikojë 2 autorët e krimit, Recep Vathi dhe Kesi Spajillari. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2018 kur trupi pa jetë i 18 vjeçarit u gjeti varur me një çarçaf në një pemë në periferi të fshatit. Në atë kohë rasti u hetua si vetvrasje, por hetimet e mëvonshme të prokurorisë së Korçës kanë zbuluar se bëhej fjalë për një vrasje të planifikuar. Nga indicjet dhe provat biologjike, rezulton se Recep Vathi dhe Kesi Spajillari kanë mbytur me çarçaf Antonio Karafilin dhe më pas e kanë varur në pemë, duke inskenuar vetvrasjen e të riut. Motivi i krimit dyshohet të jetë lidhja paralele që Kesi Spajillari kishte me viktimën dhe Recep Vathin. Pas krimit, Spajillari emigroi në Kanada, ndërsa në gusht të vitit 2024, Recep Vathi vrau veten. Për mediat e ëma e Kesi Spajillarit thotë se vajza e saj nuk ka lidhje me ngjarjen dhe se çdo gjë tjetër është e stisur. Çdo gjë është e stisur, çdo gjë është e shtirur dhe e stisur e tëra nga fjalë që komplet ndryshe historia që në fillim. Jam vërtet shumë e shokuar sepse nuk ka mundësi që
pa pasur asnjë gjë konkrete të shpiket kjo histori. Ndaj kejsi Spahillarit është caktuar masa e sigurisë arrest në burg, në mungesë me akuzën e vrasjes me dashje të kryer në bashkëpunim. 58 vjeçari Renato Hoxha që u ekzekutua në lagjin Hajro Çakëri në Vlorë, dyshohet jetë vrarë për hakmarrje. Sipas të dhënave të siguruar deri më tani, dyshohet se Hoxhaj ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur kohë më parë në qytetin e Vlorës. Policia dyshon se Hoxhaj mund të ketë pasur rolin e informatorit dhe për këtë arsye është ekzekutuar në shenjë hakmarrjeje. Mbrëmjen e së hënës, policia vuri në pranga në Tiranë një person që dyshohet se ka bashkëpunuar me ekzekutorët e Hoxhajt. Bëhet fjalë për Eris Mehmetin që sipas burimeve dyshohet se i ka dhënë makinën autorit të atentatit. Hetuesit arritën te ky person pas identifikimit të mjetit me të cilin lëvizi vrasi 58 vjeçarit Hoxhaj. 5 persona kanë mbetur të plagosur me armë zjarri pas një konflikti të çastit mes disa të rinjve, të ndodhur mesditën e së shtunës në qytetin e Laçit. Mes të plagosurve është edhe një grua e cila nuk kishte lidhje me konfliktin. Ajo ndodhe në anë të trotuarit, duke shitur qirinj. Ngjarja e rënë ndodhi rreth orës 13:30 minuta pranë gjykatës së Kurbinit, ndërsa të plagosur mbetën Angelina Gjezaj, Amarildo Ndoj, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi dhe Geri Bitri. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të personave të plagosur, ata u transportuan në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku janë duke marrë mjekim. Nga ana tjetër, policia ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje në lidhje me zbardhjen e ngjarjes. Deri më tani policia ka deklaruar se autori i dyshuar është një person i vetëm, i cili është identifikuar dhe po punohet për kapjen e tij. Ishte gjithçka për Newsroom. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.